Lon, si duket skuadra në pret përballja me Arsimin pas barazimit në ndeshjen e fundit ku ndalëm atë serinë e fitoreve? Skuadra është mirë, pavarësisht që ndeshjen e fundit nuk e kemi pasur rezultatin që e kemi dashur. Mirë, po të lojën kemi bërë ndeshje mjaft mirë. Ai goli në fund pak na ka dëshpu, po futbolli ka këtu siç kemi shënuar me Seleksin në fund, edhe këtë lojë kemi marrë në fund. Mirë, po kemi pas kohë mjaftueshëm për me përgatitur ndeshjen nesër kundër Arsimit, edhe kemi munduar me bë maksimumin për me dalë me 3 pikë. Sigurisht që fakti që kemi humbur pikë nga Arsimi këtë sezon, natyrisht ti nuk ishe pjesë e skuadrës, por e keni analizuar kundërshtarin, tregon që duhet jemi të kujdesshëm dhe Shkëndija nuk fal pikë. Normalisht nuk ka ndeshje të lehta dhe çdo ndeshje po njerë si finale. Tani ka mbetë edhe 11 ndeshje. Po ne të gjitha si finale do të më mundu mi marrë këtë pikë të mundshme edhe për me vazhdu rrugën për titullin kampion. Natyrisht që ti si i ri, të themi në këtë pranverë të Shkëndija, e ndjen edhe mbështetjen e publikut. Është rëndësishme kur ju në brenda fushës ndonjëherë gjërat nuk shkojnë si duhet dhe publiku ju mbështet. E bën këtu punën e vet publiku dhe është një apel për tifozët që t'ju rrinë mbrapa. Normal, sidomos kur nuk është të shkuar gjithçka në rrugën e duhur. Ndihma publike të lën rol shumë, sidomos e lojë vendas që kemi edhe i kisha ftuar këtë tifoz me orë më shumë numër, pasi që janë ndeshjet e fundit. Normalisht që ndjena ndihmën e publikut edhe i ftoj që të gjithë më ardhin çdo ndeshje më na përkrah sidomos lojë vendas që i kemi, pasi që na don tifozët dhe kemi mundu edhe mi shpërbly në fund sezonit me titullin kampion.